Jemi në kërkim. A ka kërkuar ndokush ndonjëherë falje me pyetje që më vjen? Po çtu, me Greta eci me mesazhet më mirë. E bën pakës keq. Eci me mesazhet më mirë. Mirëmëngjes Flavi, këto janë shoqet e plakut. Okej, po sa të egësh jeni ndonjëherë. As ti komunistit mos e hapni më telefonin, se i kemi të shënuar në fakt telefonat komunistit e jo komunist. Përshëndetje Flavi. Belinda, bufi Roskovecit, bufi Kolonjës, merruni pak me parkun fotovoltaik në Kolonjë të Viktor Qylafit, 130 hektar. Wow! Me 130 hektar mund të furnizosh me energji edhe inteligjencën artificiale. Viktor Qylafit, interesant kë, diella është me leje. Dëgjesat publike, kërcënimet firmat e falsifikuara, kërcënime mashtrimet dhe bosit të ndërtimit të parkut, që s'dit vesh palton ajo tjetë për nartë parku. Interesante kjo, edhe ti do e shojmë të thelluar këtë gjënë. Vazhdojmë me telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Nderima. Nderuar zoti Flavio. Urdhroni. Në lidhje me atë që keni dhënë në ekran, Edi Rama do mundohet ta shpëtojë të mbytën, po do mbytet edhe vetë. Okej. Në këtë vjedhje marramante. E para që do realizohet kjo, do t'jenë vetëm protestat dhe asgjë tjetër nuk do ndodhë pa u bërë protesta. Kjo është historia e këtyre punëve. Ju falenderoj. Dakor, zotëri, falenderit për mesazhin tuaj. Jeni kanal shumë real për zotin, jeni pa lodhur, a do bëhet vendi ynë për së mbari? Ne jemi koshend me sy të hapur, por me gojën mbyllur. Ka disa persona që shohin vjedhjen e Belindës dhe përdorin shprehje këtu hyn ujë të del lek dhe prap nuk flasin. Ku hyn ujë? Kort, ku ka ujë një. S'ka ujë. Një mesazh nga Gjermania thotë çfarë po ndodh me Belën, që Ramovici e ka zënë Belaja, por koha e ka vërtetuar që siç bëri Dajo dhe Jati, ashtu do bëjë edhe Rama me Belën. Thirrje Berishës për protesta si në të gjithë Europën. Okej, mirëmëngjesi. Nuk e them dot. Këtë një prefiks që nuk e kisha parë kur nga Egjipti. Nga Egjipti, plus 20. Gjyshi Belindës i tha enverët janë 2 vezë, cila nga këto nuk do thyet. Edhe Belinda po zbaton fjalët e gjyshit, pra ajo po gjen vezën. Aha. Edhe dihet pastaj se si vazhdon, e falenderojmë shumë zotrin mikun tonë që na ka shkruar nga Egjipti. Ishte një prefiks që nuk e kisha parë. Ndërkohë, ati zotnia që foli i dhimbset Belinda, ai është më patronazhist, komuniste, edhe nuk do e vazhdojmë. Mirëmëngjes, si ka mundësi që Rama nxorri atë djalin për heqje vëmendje nga vjedhjet e tij me mostrën më skandaloze të kohës, Bela Belaja. Okej, nga Italia. Në përgjigje të pyetjes Kuçedrën Balluku, strategu Pallosh, e ka lënë në ngrirje sa të mbulohen bëmat nga skandalet e njëpasnjëshme që ndodhin në Shqipëri. Çuditë me analistët e tavernave të mediave të pushtetit që na bëjnë krahasimin e pjesëmarrjes në protestat PD-s me vende si Bullgari, Rumani, Serbi, më qartë nuk del ignoranca e tyre në matematikë. Milionat e popullsisë në këto vende dhe 1.5 milion shqiptar të tkurrur, nga cilët 700.000 punonjës administrate. Nuk janë 700.000 janë pensionistë, punonjës administrate janë 220.000. Plus u bën 1 milion. U bën, pa. Se tjerët. Ja, jemi në një shtatë. Po fëmi ka këtu, apo s'ka fëmi në këtë vend? Ja, jo më. Bonjour, thot një tjetër. Bonjour. Bonjour, monsieur, madame. Belinda arrestohet para datës 12 dhjetor. Kam besim ç'a thot Pilinçi. Ai ka ardhur nga Dashi me emision vetëm për korrupsionin galopan që zhvillohet në Shqipëri. Nga Dashi. Nga dashnori pra. Dashnor Diko. Thash në ndonjë konstelacion. Jo, nga dashnor Diko me këngën e tij Weekend. Në weekend, na këndon. Mirëmëngjesi, kjo qeveri është qeveria hajdute, mendoja kush mund të fitonte ankandin e vjedhjes, por çmimi i madh ndahet tresh. I pari Rama, i dyti Balluku, i treti Veliaj. Por ky popull duhet ngrihet të shpëtojë vendin se këta hajdutët e vodhën shitën për interesat e tyre. Duhen shkulur me rrënjë. Dakor, 8:30.